Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha bashkë me kandidatin për deputet Abbas Tafa zhvilluan takime me qytetarët e të rinë në njësin 12 në Tiranë. Qendër të bisedimeve ishte rëndësia e pjesëmarrjes në zgjedhjet e ardhshme dhe nevoja për një ndryshim të vërtet në drejtimin e vendit. Basha theksoi se modeli aktual i qeverisjes është i dështuar dhe se Shqipëria nuk mund të ecë drejt integrimit evropian me një sistem ku siç thai, një brez i tërë mban mend vetëm një kryeministër. Ai shtoi se një situatë e tillë nuk është shenjë demokracia, por një model alla shqiptar që nuk e çon vendin përpara. Në asnjë vend normal nuk bën vaki që një brez i tërë të mend vetëm një njerëz kryeministër. Kjo s'është as demokraci, kjo është modeli alla shqiptar. E po kështu nuk shkohet në Europë, që thotë ai do jap pasaportë europiane. S'ka shanse të japi pasaportë europiane, maksimumi që jep ai është le dalje nga 77-313. Po pasaportë europiane të harroj. Kushti i futjes Shqipërisë në Bashkimin Evropian është që asnjë mos dalin nga 77-313, por të shkojnë edhe ata që kanë ngel pa u fut. Kështu që mesazhi që kemi këto zgjedhje për gjithë, në veçanti për rinin, ky është. Votoj Edi Ramën që nxjerri shokët nga burgu. Voto Sali Berishën nxjerri Ilir Metën nga burgu. Voto 4 koalicionin Euroatlantik që ta çojmë deri në fund luftën kundër korrupsionit e të ndihmojmë shqiptarët. Se lekët do jenë on xhepat e shokëve të Ramës, on xhepat e shqiptarëve. S'mund të jenë njëkohësisht edhe tek ata dhe te shqiptarët. Pse s'kan lekë sot shqiptarët? Sepse i kanë marrë shokët e Ramës. Ne jemi një lëvizje politike që synon të japi mbështetje strukturës posaçme antikorrupsion për ta çuar deri në fund luftën kundër korrupsionit. Vetëm ne e bëjmë këtë. Të tjerët kanë mend me luftu ata që nxjerrin shokët nga burgu, se kanë halle. Sipas tij, zgjedhjet e ardhshme janë një mundësi për qytetarët, sidomos për të rinj, për të ndëshkuar korrupsionin dhe për të mbështetur drejtësinë. Ai ironizoi qasjen e kundërshtarëve politik duke thënë se programi i tyre është na jep votën që të nxjerrim shokët nga burgu, ndërsa programi i koalicionit Euroatlantik është të mbushët plot 7x7-313 për ta çuar përpara luftën kundër korrupsionit dhe për të rikthyer pasuritë në duart e qytetarëve shqiptar.